pari konsideroj të pa trajtuar mënyrën e duhur edhe nga kryesuesi këtë çështje, sepse me tendencë qartë i ndajti, derisa na kur nuk deri me tani as qendrat e votimit në Kosovë këtu dhe as një qendër e votimit nuk ndahet në një pjesë dhe pjesën tjetër, po janë qendrat votimit pa dallim. Pra i kemi të bëjmë me qendrat votimit që janë në përfaqësi diplomatike dhe zyra apo përfaqësi diplomatike në qytetet ndryshme të botës dhe hapësira tjera që janë pjesë po ashtu e këtyre përfaqësive tona, të cilat janë bërë me qëllim të përfshirjes sa më të madhe të qytetarëve. Shembulli konkret, po ju tregoj, për zonë Frankfurti, herën e kaluar, ne kemi vendosur dhonshëm që t'jenë 2000 votues atje, derisa ne kemi qenë gjithashtu prezent atje dhe kemi parë që ndërtesa ndodhet në katin e 7 pra objekti dhe nuk ka mundësi për të shtruar të drejtën e votës numri prej 2000 që patëm caktuar atëherë. Dhe natyrisht kjo pastaj edhe pat reflektu me numër të kufizum të njerëzve për me mujt me shpreh të drejtën e tyre të votës. Pra vetëm 1150 bikun nga në shprej. Ngjashëm edhe në qytetet tjera. Unë veç po them që Düsseldorfi, Frankfurti, Müncheni, Stuttgarti, Berlini, Londra, New Yorku, Berni, Zürichu dhe Gjeneva janë ato qytete në të cilat sapo i përmenda pjesa dërmuese juaj mund të keni edhe familjar aty, mos të flasim për qytetarë që jetojnë atje dhe punojnë atje me vitet të tëra dhe në kontribus, jo veç të buxhetit, po dhe të lirisë këtij vendi. Janë adresa të cilat janë refuzuar nga Këshilli për operacionet zgjedhore, që të jenë si qendra të votimit. Kjo për një fakt shumë të thjeshtë, sepse ne sapo dje kaluam në për një vendimarrje, e cila këtu cilësua si kur gjëja po mbrohet integriteti, dhe sot, në mbledhjen e Këshillit për operacionet zgjedhore, u po qartë edhe njëherë që nuk s'ka të bëjë me integritetin, ka të bëjë me pamundësimin e votimit të mërgatës në çfarë do lloj forme. Unë nuk e di, nuk isha çudit që këtu me na ardh propozime dhe më jam ndalu me votu, se kështu gatishmëria që po shihet të disave këtu, është edhe këtu ndoshta kur vinë edhe s'kan të drejtë të votojnë, po kjo natyrisht që s'besoj që edhe guzoni shkun majnë ndikujt, sepse pastaj pasojat mund të jenë shumë të mëdha. Po t'ja ndaloni njerëzve që të votojnë, t'ju mbyll qendrat e votimit. Më jam ndalu njerëzve, më pa mundësu me votu. Qendrat të cilat i plotësojnë të gjitha kriteret teknike dhe infrastrukturore në bazë të cilave ne i trajtojmë qendrat e votimit në për Kosovë gjithandej. Bile ky lloj i trajtimit të qendrave të votimit ka shumë fish, më i detajum, i diskutuar gjëre gjatë si nga sekretariati i ministrisë ashtu edhe nga sekretariati jonë. Andaj kryetarën kërkoj që kësaj radhe, qyshke dhe dje, se na patën lodhje të na thonë që jetë dele para, propozimi im është që të futën të gjitha së bashku dhe të votohen. Pra jo një nga një, qysh i ka nda, që është praktike e pa dëgjuar nëherë, po që të votohen të gjitha si një ashtu që shkjo na votu çdo herë qendrat e votimit kur do. Kështu që kërkoj që gjitha qendrat e votimit të hudhen në votim. Nuk kemi këtu minda hapësira jetë ambasadës, jetë të përfaqësisë, jetë të zyrës dhe një hapësirë tjetër atje, po janë hapësira të dedikuara si qendra votimi, të cilat kanë kaluar nga filtri i sekretariatit, nga këndvështrimi i trajtimit të tyre, sa i përket plotësimit të kushteve infrastrukturore administrative. Një situatë ngjashme kemi pas në nëntë shkurt, do të thotë në zgjedhjet e kaluara, ku kemi pas kohë hapërsisht 6 muaj në përgatitjen e zgjedhjeve dhe sidomos një kohë të mjaftueshme edhe për organizimin e zgjedhjeve në diasporë, ku ligji lejon që ato të
qytetarët, bashkëdhëtarët tonë të votojnë edhe në përfaqësi diplomatike. Kemi dalë dhe kemi pa kushtet, objektet konsulore diplomatike të cilat do të përgatiteshin për një proces zgjedhor i cili është zhvilluar në zgjedhjet e fundit të përgjithshme parlamentare. Ligji të cilën ne kemi para veti e cakton qartë që qytetarët ose KQZ-ja kërkon nga Ministria e Punëve të Jashtme numrin e përfaqësive diplomatike të cilat janë të gatshme si objekte për me qenë shërbim të një procesi të votimit. Edhe në zgjedhjet e kaluara edhe tash po përsëritet një ndërhyrje flagrante e Ministrisë së Jashtme në këtë proces, e cila synon për të hapur qendra jashtë vullnetit të këtij institucioni, nuk e di, në për klube, në për vendet të cilat ne nuk e kemi as idenë, në as idenë nuk e kemi se ku hapen, prandaj nuk e di, ndoshta kanë edhe interesa ekonomike, sepse vlera po shifet ka qendra edhe deri në 90.000 euro që do të paguhen. Dilema dhe dyshimet. Ajo çfarë është e rëndësishme, i kemi edhe 2 vendime të institucioneve gjyqësore, të PZAP-s dhe Gjykatës Supreme. E veçmas të Gjykatës Supreme, e cila thotë shprehimisht që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk e ka cenu të drejtën asnjë qytetari me vendimin e tij për zhvilluar procesin zgjedhor në përfaqësi diplomatike dhe konsullore. Përrjedhoj, kjo do të thotë se ne kemi pas një vendim të drejtë bazuar në ligj. Dhe ky institucion nuk mund të hapë qendra jashtë objekteve dhe përfaqësive diplomatike dhe konsullore sepse bën shkelje të ligjit mbi zgjedhjet të përgjithshme. Dhe për fat të keq, sekretariati po hin në matematika të cilat nuk i kanë taku, sepse është dashur me ardhë edhe me propozimet të cilat janë përputhje me ligjin, jo në përputhje me interesat Ministrisë të Jashtme. Prandaj, zoti kryetar, unë kërkoj që në përputhshmëri me ligjin të hapen qendrat e votimit në diasporë dhe në përputhshmëri me atë çfarë nënkupton përfaqësi diplomatike dhe konsullore. Edhe duke respektuar 2 vendime nga PZAP-ja e veçmas vendimin e Gjykatës Supreme lidhur me këtë çështje. Faleminderit. Unë i ndëgjova kolegu i përmendi një 3 dokumente dhe kisha kërku me i lexuar origjinalin. Edhe konventën e 61-shit, edhe konventën e 63 për marrëdhëniet konsullore dhe ato diplomatike, ne ta dëgjojnë çka thojnë ato. Edhe në një ligjit. Po, vetëm me i përmend, me kriju bindjen se ato e ndalojnë, është një farë përpjekje për mashtrim. Nuk është shumë, po pak. Një, bile, unë e mendoj që me bo me i lexu këto konventat të dyja, këtë bjen poshtë ligjërimi që mbajt. Sepse ato tregojnë sakt cilat janë detyra, çka është përfaqësia edhe cilat janë mundësitë e përfaqësisë. Edhe këto do të me lexu, m'ja lexu njerëzve se unë tek i kum studiuj një kogja mirë, zguzoj tash me i citu, se si mojnë menë, për që ato janë shkrume, po mu i mi gjetë, po unë jam i bindun që përmendja e tyre është një përpjekje për mashtrim. E dyta. Jo, më falë vjeç kolegë. I ka përmend Gjykata Supreme konventat e Vjenës të dyja, i ka referuar të 2 konventave, të cilat thotë që nuk është bën asnjë shkelje e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili ka marrë vendim që votimi mund zhvillu vetëm në ambasada dhe konsullata. Faleminderit. Do të thonë ju ka referuar Gjykata Supreme pa çka që ju referova vonë. Faleminderit koleg. Faleminderit koleg. Çështja tjetër që dashta me kërku prej teje, mos e po shkon kështu, me e pru qatë vendimin e Gjykatës Supreme dhe PZAP-s, me lexu çka thotë. Po, jo, mos mi dërgoj, lexoja njerëzve, le ta dëgjojnë. Gjykata Supreme dhe PZAP nuk e kanë ndaluar.
Po ka marrë vendim KQZ-ja, edhe ka thonë vendimi KQZ-s është në rregull, se na drejtim ne nuk përzimi. Po nuk është, nëse ne marrim vendim tash, për me I hapë qendrat e votimit, nuk është kundër as konventave, as ligjit. Një çështje që përmendet, edhe do ta dëgjojnë në media, tha, deri në 9.000 euro, 90.000 euro, që tu për hapësirat shtesë të nderuar gazetar, e kemi vetëm një qendër, ku bëhet një pagesë prej 5.600 eurove për 2 ditë. Qendra tjera nuk po thot që ka, une që tu, nga një tabel që na e keni dërgue, është në Frankfurt, Ander Jupiterstrasse, Bad Hamburg, do më thonë Gjermani, thot çmimi është 2.800 euro për ditë, për 2 ditë është 5.600 euro. Dje, në KQZ, është marrë një vendim, është votu me shumicë votash, që të dërgohen mërgjimtarve tanë flet votimet e shtypura, me gjithë spaku, sqarimet që I kemi pa prej postës Kosovës edhe prej postës private DHL, se është e pamundur të zbatohet krejt ky proces për shkak ka fateve ku. S'ka kur gjë tjetër. Veç që s'ka me pas ku. Hiç nuk po e kuptoj, vërtet hiç nuk po e kuptoj, pse ky kundërshtim me ofru këtë mundësi për votuesit jashtë. Pra është një tendencë e hapur për me pengu mërgatun me votu. Thuaj thjesht. Unë e di që nuk është qëndrim yt, jo është I partisë, as nuk është qëndrim yt. Jo, është vërtet kjo që votu, zoti Kurteshi. Atje s'është. Jo shpit jashtë. E 90.000 euro është e vërtet. 90.000 euro është e vërtet. Nuk është e vërtet. 90.000 euro është e vërtet. Po, unë kam dokument para prak që jam 90.000 euro. A është 95 mili. Kam dokument para prak e këta që kanë një nga diçka tjetër. Jo, se nuk është e vërtet. Kjo që dikush po don më ndalu diasporës, përkundrazi. Jo që po don më ndalu. Jo, s'muni më referu ti as subjekti as personale. Unë është vetë mendimin tënd personal me vao. Edhe kolegu im I dashur. Jo, s'mundesh ti me folën me temin. Kolegu im I dashur. Na le vetën, merre me të mirë, se unë jam të fol. Ti je të fol, po na me temin sun fol, as na me subjektit. Apo kupton? Unë e di që po të djeg se I Jo, ka absolutisht 3 pavërteta. Unë duami ta hedh në votim tash, hedh tër listën, së bashku me hapësirat shtesë, edhe pastaj hedh listën pa hapësirat shtesë. Kush është për listën e misioneve diplomatike me hapësirat shtesë? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kush është kundër ose abstenim? Kush lidhur me këtë, ka drejt ankese në PZAP, brenda 24 orëve. Vazhdojmë me pikën e radhës, Arjanit të kena tash, vazhdojmë me mbledhje.